Në krahasim në disa vite të tjera, pensionistët gjatë disa intervistave të marra u shprehën të kënaqur dhe për këtë fundvit. Kryeministri ishte treguar paksa bujar me ta, duke u shpërblyer mundin dhe sakrificën e punës së kryer në vite. A jeni të kënaqur me shpërblimin e fundvit? Kënaqur jemi, shumë të kënaqur jemi. Faleminderit shumë kryeministri Gjinajva. Po, faleminderit për çavës. Shumë. Si asnjëherë tjetër. Jemi shumë të kënaqur me shpërblimin, gëzohemi që viti tjetër që vërtet japim shumë, sidomos për këta që janë të smur, invalidët. Mendoj se ne pensionistët pak kemi punuar për të ditë sot kujtën e saj. Që gëzohemi që çdo familje pa sa ka mundësi ta shtrojë tryezën. Po, kënaqur jemi, kënaqur. Rroftë kryeministri. Faleminderit shumë. A jeni të kënaqur me shpërblimet e fundvitit? Shumë që kënaqur jemi. Na dha kryeministri, kuptoni, i shpërblim domethënë që nuk e prisim me gojë hapur se kishim shkuar në fund fare. Prandaj i faleminderit, i dha Zoti i shëndet e kuvet, edhe i qoftë i fortë gjithmonë. Shumë të kënaqur jemi. Po me smundet jemi që i keq. Të kemi qenë smur, po mirë jemi të kënaqur. Shumë mirë. Shumë mirë. Po, kënaqur jemi nëse ne pensionë gjos marrim, po me kënaqur jemi. Përse s'merrni pension? Po s'ke kur të marrim pension. Me shumë faleminderit. Jemi shumë të kënaqur. Nga ka shpërbyer pleqt me gjelën e detit. Shumë të kënaqur. Urimet e festave të fundvitit shkuan edhe për kryeministrin e këtij vendi, duke uruar suksese dhe urimet më të mira për veten dhe punën e tij. Pati dhe nga ata qytetarë që hallet dhe varfëria i kishin mbytur, ndaj ky shpërblim nuk u hynte në sy, por le të gëzohemi për një copës të lumturisë së këtij vendi, të gëzohemi për buzëqeshjen e trupave që dridhen dhe fytyrave dhe duarve që janë rrudhur nga hallet. Sadopak që ishin, ata përsëri shprehën kënaqësi.